Unë e kisha qujt një ditë historike për shtetin e Kosovës, sepse po fillon një epokë e re e trajtimit që deri më tash nuk ka qenë në Kosovë. Domethënë është një epokë, sot kemi zgjedh 3 pacientë, të tretë janë të zgjenisë mashkullore, janë të moshës së shtymë mbi 70 vjeçar. Pacienti në fjalë, i pari i cili është realizu, ka qenë pacient i zgjenisë mashkullore, 72 vjeçar, ka qenë me smundje kronike, të cilat na kanë imponu që të bëhet kjo mënyrë e intervenimit. Intervenimi ka zgjatë rreth 2 orë gjys, sepse ka qenë patologjia e pacientit më e komplikuar se që kena prit, edhe ka shku me sukses. E falenderojmë edhe profesorin Dimitris, gjithashtu edhe kolegët profesor dr. Luzin Vokrin, profesor dr. Luan Mjan dhe kolegët tjerë të vaskulares, të cilët kanë prezentu dhe kanë asistu në rastin në fjalë. Qysh është zhvillu intervenimi, nëse mund të shpjegu, është në procedurë të hapur? Jo, intervenimi për dallim nga procedura që i kemi bo deri më tani, ose i kemi trajtu, është një intervenim më pak invaziv, bëhet në arterien e komblikut ose në nivel të komblikut përmes një shpimi dhe përmes telave dhe sistemit caktuar të portave hyrëse edhe mrihet deri te niveli i qafës ku edhe trajtohet arteria në mënyrë adekuate, domethënë është metodë më pak invazive, është për pacientin më e mirë se nuk shkakton plagë, nuk shkakton gjakderdhje dhe pacienti më shpejt rekuperohet se shkon në shtëpi, sesa me metodën e hapur që është vënë deri më tani. Deri më tani duhet tek kësaj Ministrinë e Shëndetësisë t'i falenderoj që na kanë mbështet, gjithashtu edhe qeveria e Kosovës, sepse nuk kena pas pajisje. Kemi bërë projektin me kolegët e repartit, të cilën e kemi realizu këtë projekt, na kanë mundësu pajisjet, i kena marrë pajisjet dhe tash e tutje shpresojmë të fillojmë të zhvillojmë këtë njësi e cila nuk ka qenë deri më tani. Kjo ndërhyrje te ky pacient pikërisht, pacienti në fjalë, më herët ka pas sulm kalus, një sulm të vogël, ku nëse nuk ish bë kjo ndërhyrje në të dy anët ka pas afër 90% të ngushtuar arterien e cila e furnizon trunin me gjak. Nëse po foli pak ma gjuhën që kuptojnë pak ma. Nëse pacienti nuk kish trajtu, kish pësu sulm ose kish mujt edhe me vdek, ose kish mujt me pësu sulm mu paralizu thjesht. Kjo është preventiv e trajtimit pacientit edhe çdo gjë ka shku sipas planit, pacienti është mirë. Faktorët kryesorë të cilët shkaktojnë marrë deri te kjo problematik janë hipertensioni, diabeti, yndyrat e rrituna të larta, mosha, obeziteti, edhe trashëgimia gjithsesi. Jo, këto ka qenë projektin e kemi bënë nga Klinika Kirurgjisë Vaskulare, Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria e Kosovës, përmes Bankës Botërore na kanë suportu dhe i kanë blej mjetet dhe mjetet kanë ardhur vitin e kaluar, është bërë renovimi i sallave, kemi bërë sallën hibride, domethënë i kemi rregullu dhe tash i kemi shtinë në funksion tek këtë vit. Domethënë kemi filluar në përdorimin e këtyre mjeteve. Për momentin na kanë furnizu, ta më pritet të më furnizuan edhe me pjesë tjera, se na kena filluar me pjesën e qafës, në vitet e ardhme ose gjatë vitit mendojmë të zhvillojmë, domethënë të trajtojmë edhe pjesët e ekstremiteteve dhe pjesët e barkut dhe gjoksit. Mirdita to everyone. I'm very happy and very excited to be in this department and very honored to be invited by these great vascular surgeons to be with them in starting this important program of carotid stenting. Carotid artery and the carotid artery stenosis is one of the most important reasons to have a stroke. So, and unfortunately, it's one of the reasons for someone to have a large stroke. So up to, let's say, 1 to 20 strokes are attributed mainly to the carotid stenosis. So until now, we had this famous and very well validated procedure, which is called carotid endarterectomy, in which done with surgery in the carotid artery, and offered a great advantage to our patient. Nowadays, we have an alternative method, which is called carotid stenting, in which we put a stent into the carotid arteries of our patients without need an operation. Currently, all the data indicate that may the carotid endarterectomy be one of the best ways to treat the carotid stenosis.
However, in selected patients, carotid stenting can do the same job with the same benefit and for our patient. It offers more comfort to our patient, so the patient doesn't need to have an operation. He can stand up the next day and leave also in the hospital, can be discharged the next day. And he needs only some medication to take for, let's say, 2 or 3 months. I feel really excited. I would like to congratulate my colleagues that they started this program here. In my hospital, in my center, we're doing carotid stenting along with the vascular surgeons and the radiology department for more than 10 years now. We have really good results, and I suppose these guys here are really excited to have the same results and bring this service to your patient. It's your first time here? Yeah, it's my first time, and I'm really excited. I feel so home. Here? I would like to, if I'm invited, if they need me, I would like to support these great colleagues here. Një hapësirë e mirë ku mediat ta bëjmë publike, është hera e parë në Kosovë që fillojmë kirurgjinë endovaskulare. Do të thotë për dallim prej kirurgjisë të hapur, një pjesë të madhe të operacioneve sot në botë bëhen me kirurgji të mbyllur ose me kirurgji endovaskulare. Sot ishte rasti i parë që bashkë me kolegun ton nga Greqia bëjmë stentimin arterjes karotide dhe mendoj se do të jetë hapi i parë dhe hapi i ardhshëm që të zhvillohet kirurgjia endovaskulare në Kosovë. Faleminderit për prezencën, si e kanë theksuar dhe kolegët para meje, është një ditë e rëndësishme për kirurgjinë vaskulare në Kosovë, sepse po e qenë një kapitull të ri për mjekimin e smundjeve vaskulare. Ne deri tash kemi qenë shumë krenar që kemi trajtuar pothuajse gjitha smundjet vaskulare me kirurgjinë e hapur. Tash kemi filluar edhe kirurgjinë endovaskulare. Kirurgjia karotides është njëra prej shumë procedurave që bëhen me mënyrë endovaskulare. Ne presim së shpejti me fillu edhe me procedura në arteriet e tjera, si në arteriet e ekstremiteteve, në aort, në ekstremitet, dhe presim që me ndihmën dhe kolegëve nga Greqia, po edhe nga vendet e tjera që ta çojmë përpara këtë shërbim në Kosovë. Kemi nevojë edhe pak prej mjekëve ose nga Greqia ose nga vendet që kemi edhe bashkëpunim edhe me vendet e Evropës, që së shpejti edhe ata do të vinë për raste tjera. Kemi nevojë me na suportu edhe me tej, po edhe jo është shumë gjatë.